Në Bibliotekën Publike Majer Mbarletu mbajt një takim me profesorin asociuar pra Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Akademinë e Shkencave të Tiranës, Aristotel Spiro. Ai kishte në fokus veprën dhe kontributin e profesor Spiro, si dhe u prezantuan disa nga veprat dhe studimet kryesore të tij, përfshirë librin Shqip, përmbledhjen poetike në festen erotike si dhe botimin, fjalori i madh i gjuhës shqipe, i cili konsiderohet një arritje e rëndësishme në leksikografinë shqiptare. Presim të bisedojmë për gjuhën dhe me këtë rast edhe për fjalorin e madh të gjuhës shqipe, i cili është një arritje e jashtëzakonshme e gjuhësisë shqiptare. Dhe mendojmë që këtë bisedë mbi gjuhën dhe mbi fjalorin ta zhvillojmë në baza sa më të drejta dhe sa më të shëndosha shkencërisht, por edhe nga ana qytetare, sepse gjuhën ka rëndësi ta vështrojmë jo si një element të zbukurimi, është vërtet një element identitar, po është njëkohësisht edhe një pjesë asaj që quhet që ana semiologjike e përbërjes së edhe konstitucionit shpirtëror të folësve të saj të shqiptarëve, por përtej kësaj është një mjet i jashtëzakonshëm i komunikimit midis njerëzve. Por sa po flasim sot shqip dhe apo vështirësohet dershkrimi në një kohë kur po na sfidon teknologjia dhe gjuhët e huaja. Ka shumë gjëra për të diskutuar në këtë mes. Gjuha shqipe përjeton një dinamizëm të jashtëzakonshëm, sepse ndryshime të mëdha shoqërore kanë ndodhur e pandodhin, edhe ligjërimi është në fazën e tij më demokratike, edhe njerëzit janë të lirë për të shprehur, është rritur komunikimi me qytetërimet e tjera, me gjuhët e tjera, edhe në gjithë këtë ndërveprim, ajo që është më e rëndësishme është që shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të saj që duhet të shfaq, do të evidentojë, do të bërë në dukje edhe anët më të mira shprehëse të gjuhës shqipe. Në program u mbajt edhe një kumtesë nga master Çamil Gjyrezi me temën Standardi i muzikës shqiptare. Ky aktivitet synon të promovojë vlerat e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, si dhe të nxjisë diskutime akademike mbi zhvillimet bashkëkohore në këtë fusha.